Senjor Petraq. Erion, së është data 4, sot është dita. Inkredible, 4 prap data, së më besohet. Si ka filluar kalon dhe koha, bush. Shumë e çuditshme. Po siç ka thënë edhe Freudi, koha në të pavedishme nuk ekziston. Ore, qartë duhet mua qartë thot Fjordi, po pipsi ka to lekë të qiras mua. Për lekë të qiras, supozohet mi sillte xhaxhaj mua, kam i xhaxhan Sarand. Unë edhe erdhe e kishte i çantë vogël, aty ishin dhe lekët. Nuk e di ku drejshin fide dhe i harroj ato. Lekët që do t'i jep aty. Ishte mirë. Po ke 3 qira pa më dhënëre, u Erion. Bën 3, ha? Qa thua? Shiko, ndodhi një gjë shumë interesante në jetën time, unë fitova bileta për te Gili, edhe duhesh një transporti, jo akomodimi, jo këto, ishte një investim shpirtëror më shumë, se drejqit ajës do t'japim lekët deri tani, kupton, se leku shkon e vjen. Ore, po te mua vetëm po shkon, nuk po vjen fare o mikrim. Erion, dëgjoj, se të kam respektuar e të kam pritur sa si gjatë, e diti, këtu dem shumë, lekë të këti muaj në mua dhe vazhdo po ashtu, se kështu nuk ashtu. Të premten vjen një kushër mua nga Londra, merret me ashtuaj, me krasitje, me ashash. Me kopshtari, po, edhe më ka ca lek borxha i mua që mi ka marrë kuriku në 2007, do mi kthej ato edhe rregullohen. Të premten? Yes. Shiko, më di në Allafi se të premten nuk do vi me policit të nxjerrë se shtëpia është time, merr vesh. Nxjerr direktur. Ti më nje mua tani jam dora jote, dora ime, dora e të gjithë. Zoti Petraq, e ndjeva që po vije. Mo më thuaj që nuk i ke lekt. Nuk është se nuk i kam, thish, unë nuk jam më i njëjti me atë që i kisha. Çfarë do me thënë kjo? Që nga dje diçka ka ndryshuar me mua. Po shikoja një qiri, e po shikoja teksa po digjej. E që më kam prerë dhe dritat mua. E teksa po digjej, po e shikoja dhe kuptova që paraja është relative. Ne ekzistoj me iluzionin që paraja ka një farë vlere, por jo. Çdo gjë është një rrjedhë. Është një rrjedhë, më kupton? Jo. Thuaj mua ka gjë. Lekt i ke apo jo? Lekët janë energji. Dhe energjia nuk zhduket, ajo thjesht transformohet. Për momentin lekët janë transformuar në diçka tjetër. Nëse nuk më jep dot lekt. Në këtë dimension, jo. E po, në këtë dimension, unë të portën sa të me, more vesh! Po, ti e brejashtë, po, jo, brejashtë, po, jo, po, shkëzë,